Zotit ka zgjedhur, Zoti thërret, pran vetës të do me dashurinë e tij, përhapen botën gjithin e tij, fare në paces dhe mirësis. Kisha e Zotit popullin në fest, Aleluja, Aleluja. Kisha e Zotit popullin në fest, nga gëzimi Zoti është me ty. Ai të drejton ty si një bab, ti e rigjen jetën tënde me të, falenderoj e qëndroj besnik, deris ta pret mbretnia e tij. Kisha e Zotit popullin në fest, Aleluja, Aleluja. Kisha e Zotit popullin në fest, nga gëzimi Zoti është me ty. Në mentatit e birit dhe të shpirtit shenjt. Hiri Zotit ton, Jezu Krishti, dashuria e hyhat, le ndikimi i shpirtit shenjt qof me ju të gjithë. Dhe se motra të dashur, sot koincidon ditën e diell me festa e martirizimi i Shën Pjetrit e Shën Palit, festa e madhe që në kokën e kaluar ka qenë kremtuar gjithmonë si festë, por tani bashkohen në ditën e diell e kremtohet solenisht kur takon në ditën e diell. Për të arsye është një rast të veçantë, e një rast të cili në vërtet falenderojnë Zotin për luratët që jemi si kishë themeluar mbi dëshminë të apostujve. Falenderojnë Zotit për me qenë antare të kishe katolike, të cili dy shtyllat themelore janë Pjetri e Pali që dëshmuan Krishtin me gjakun e vetë në qytetin e Romës. Është edhe një rast veçantë për me lutur për ai që sot është pasazhve të Pjetrit, Papa Leoni, për ministerin e tij, sidomos në këtë vit me të cili kremtohet festa e Shën Pjetrit së Pali në vitin e parë e pontifikatin e tij. Për të arsye janë shumë arsye për të cili na bashkojnë alterin e Zotit me shumë mirënjohje e me gëzim i vërtet shpirtëror. Po i rëfehem. Vëllezër e motra, se kanë katuar shumë me mendime, me fjalë, me vepra dhe me lëshime, për fajnë tim, për matë malin fajnë tim. Prandaj poj porositen se lumes Mari, gjithmonë virgjër të gjithë engjërve, shenjtërve dhe juve o vëllezër e motra që të luteni për mua Zotit hyj tonë. Hyj gjipustetshëm pas me shirë për ne, na i falë me kate tona dhe na përcjell në jetën e pasosur. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison, Christe, Christe eleison, Christe, Christe eleison.
eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. E pace niente vulbet virbitor, ne pote leftoim, pote becoim, pote adurhoim, pote malevoim, pot falenderoim per lavdintate pacufim. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Zot imbre celor qui hatigi postetcher, Zot mirinje lindur Jesu Christ, Zot qui cengi qui biri hatic, Tice sue mecate te botes, qui me scir per me, Tice sue mecate te botes, pra noi eluciem ton, Tice rinete diathene hatic, qui me scir per me. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Sepse vetem tie scendi, vetem tie soti, vetem tie te et larti. O Jesu Christ, se bashku me shpirtin shenj, ne lavdine hyhat. Amen. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Te lutemi, O Zot, që do të me gëzin të shenjt e të ndëruar, të kremtoj festen e apostujve Pjetrjet Palit, jepi kishe sate të ndjek me besnikeri mesimin e tyre, pasin e prej tyre ajo e mori lajmnin e partë të fehes, në për Zotin ton Jezu Krishtin birin ton, që me ty jetojmë mbretëron në bashkim me shpirtin shenjt, hy për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Lexim prej veprave të apostujve. Në ato ditë, Herodi mbret filloi të salvoj disa antar të kishës. Me shpatë e preu Jakobin, të vëllane e Gjonit. E kur hetoj se kjo gjë po u pëlqen të judenjve, mendoi të burgos edhe Pjetrin. Ishin ditët e bukëve të pambrume. E pasi e kapi, e qiti në burg dhe u adhataruajnë 4 skuadra, se cila e përbër nga 4 ushtarë, me qëllim që mbas pashkve ta qesë para popullit. Kështu pra, Pjetri ruhej në burg.
por urata për zemërt e kishës ngritej vazhdimisht para hyjit për të. Atë natë, para se Herodi mendonte ta qes para popullit, Pietri flinte në mes dy ushtarëve, i lidhur në dy par hekura, e para derës rojtarët ruanin burgun. Dhe ja, engjulli i Zotit u duk, dhe një dritë e ndriçoi dhomën. Engjulli i ra Pietrit në ijë, e zgjoi dhe i tha: "Qou shpejt." Prej duarve i ran hekurat. Engjulli i tha: "Ngjeshu dhe e lidhi të mbathurat." Ai bëri ashtu. Përsëri i tha engjulli: "Veshe petkun tënd dhe eja pas meje." Pietri doli dhe po i shkonte pas. Nuk ishte i vetëdijshëm se çka po ngjante me anë të engjullit ishte e vërtet, por ai kujtonte se kishte një vegim. Kaluan rojen e parë dhe të dytën, edhe arritën te dera e hekurt që shpije në qytet. Kjo u hap vetvetiu. Ata dolën, kaluan një rrugë, e atëherë papritmas engjulli u nda prej tij. Atëherë Pietri erdhi në vete e tha: "Tani me të vërtet po e di se Zoti e pas ka dërguar engjëllin e vet për të më shpëtuar nga dora e Herodit dhe prej gjithçka priste populli i judenjve." Fjala e Zotit. Ojmë Zotin ton, i qoftë ndere lavdita she për gjithmonë. Le ta bekojmë Zotin ton, i qoftë ndere lavdita she për gjithmonë. Për herë do ta bekoj Zotin, në gojën time për herë është lavdi i tij. Shpirti i mburret në Zotin, le të dëgjojnë të përvujt e le të gëzohen. Le ta bekojmë Zotin ton, i qoftë ndere lavdita she për gjithmonë. Bashkë me mua jepini lavdi Zotit, le ta lartësojmë së bashku emrin e tij. E kërkova Zotin, ai më dëgjoi, edhe më shliroi nga çdo frikë që pata. Le ta bekojmë Zotin ton, i qoftë ndere lavdita she për gjithmonë. Shikojeni atë, do të ndriçoheni, fytyra juaj nuk do të turpërohet. Ja, skamnori e thirrri në ndihmën e Zotit e dëgjoi dhe e shpëtoi nga të gjithë vuajtjet e tij. Le ta bekojmë Zotin ton, i qoftë ndere lavdita she për gjithmonë. Engjëlli i Zotit ngre llogore rreth atyre që e kanë frikë dhe i shpëton. Sprovoni e shihni sa i mirë është Zoti, i lumi ai që shpreson në të. Le ta bekojmë Zotin ton, i qoftë ndere lavdita she për gjithmonë. Lexim prej letrës së dytë të Shën Palit Apostull drejtuar Timoteut. Fort i dashur, sa për mua, gjaku im tashmë po derdhet në nerë të hyjt, dhe koha të nisem për atjet arriti. Luftën e mirë e luftova, vrapimin e kreva, fen e ruajta. Qysh tash më pret gati kurora e drejtësisë, që atë ditë do të ma japë Zoti, gjykatësi i drejtë,
dhe jo vetëm mua, po gjithë atyre që do ta presin me dashuri ardhjen e tij. Por Zoti që me mua, ai më dha fuqi që predikimi i Ungjillit të kuptohej plotësisht dhe ta dëgjonin të gjithë paganët. Hyj më shpëtoj nga goja e luanëve. Vetë Zoti do më shpëtoj nga çdo vepër e keqe dhe do të më shërboj për mbretërinë e vet qiellore. Lavdia Atij në shekuj të shekujve. Amen. Fjala e Zotit. Falenderoj. Dhe mbi këtë shkëmb, unë do të ndërtoj kishën time, dhe dyert e ferrit s'do të ngadhnjejnë kundër saj. Zoti qof me ju. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Mateut. Kur Jezusi arriti në krahinën e Cesares së Filipit, i pyetin zënësit e vetë. Që thonë njerëzit, kush as biri i njeriut? Ata ju përgjigjen. Disa thonë se është Gjon Paksuesi, do të tjerë Elia, do të tjerë Jeremia ose një ndër profet. Po ju u tha atyre, që thoni, kush jam unë? Ju përgjith Simon Pietri, ti e Mesia, biri i hyjt të gjallë. Atër Jezusi tha, i lumi ti o Simon, biri Jones, sepse këtë nuk ta zbuloj mishi e gjaku, por ati im që është në qiell. Ele unë po të them, ti je Pjetër shkembë, lëmbik të shkembë, unë do të ndërtoj kishën time. Le dyert të ferrit s'do të nganjen kundër saj. Ty do t'ju jap qelësat e mbretërisë së qiellit. Gjithçka të lilesh mbi tokë, do të jetë lilur edhe në qiell. E gjithçka të zgjidhesh mbi tokë, do të jetë i zgjidhur edhe në qiell. Fjala e Zotit. Sot kremtoj në mënyrë veçantë themelet apostolike e kishës son. Kujtojmë martirizimi të apostujve, jo vetëm për një përkujtim historik, si bakën në rast e vdekjes dikujt, por për fakti që martirizimi i tyre është diçka që lindet gjithçka më fort. Nuk është historia një vdekjes, por është diçka që vazhdon fuqia e ringjalljes së Krishtit. Gjaku i martirëve nuk është gjaku që shenon mbarimin e jetës, një ekzistencë, një mision, një falimentim. Jo, në ringjalljen e Krishtit, gjaku i martirëve është diçka që vëdit aurenje e kishës
e përforcon kisha nëpërmjet të dëshmim e ata që ma afer kanë ndjekur Krishti, sepse e kanë ndjekur Jezusi deri në pikën e fundit, do të thënë deri në martirizimi, deri në kryq. E për Shën Pjetri në mënyrë krejt veçantë që vetë ai u kryqëzuar në kryq, si na tregon një tradita e lashtë. Por është interesant me pa si këta dy elementa, të dy shtyllat apostolike që janë Pjetri e Pali, një i njohur si apostull të judenjve, sidomos në fushën e judenjve, jo vetëm, por në mënyrë veçantë, ndërsa Pali, që e ka hapur në mënyrë fuqishme misionin ndaj bota pagane, greke pagane, mirë, janë dy dimensione, dy faqet e kishës që edhe sot personifikojnë një mision universal që as hapur në çdo drejtim. Nuk është mbyllur në një dimension o vete në një ambient, në një mjec, në një vend, në një kombë, por as përhapur në mënyrë i përgjithshme 360 gradë rreth. E kjo ndërgjegja që kisha e Romes banë si pikë riferimit në botën e krishterë, pikërisht për fakti që ai është trashëgimtar edhe një çfarë lloji edhe mbrojtës e memorjes të dy apostujve, të martirizimin e tyre, e kemi shumë dokumenta, shumë të lashtë. Unë vete ju citoj tani një fragment nga Shënt Ignaci i Antiochis, i peshqvi i Antiochis në Siri, që as kisha e Shëmpalit, ku ka lindur e ka rritur Shëmpali si krishter. Ignaci i Antiochis në vitin 110, do me thanë 10 vjetë mas vdekja e Shëngjonit, do me thanë jemi në kohë kreta apostolike, ai ishte demnuar për me qenë ngren nga bishat në Rom, nga perandori Trajani. Ishte në kokë veçantë të persekutimi, ai ishte të ultuar në Rom në mbrojtje ushtarake për me qenë dorëzuar e me qenë ekzekutuar në këtë mënyrë kaq barbare, si në fakt ndodhi. Ai në ultimin e vetë shkrojnë disa letrat, e në fund shkrojnë një letër që është mrekullueshëm, nëse e kërkoni në internet e gjejnë shumë thjeshtë, që është letra e Shënt Ignacit Romakve. Ai shkrojnë kishës e Romes duke lutur mos pengoni martirizimin tim, sepse ky është dëshmin të mi përfunditare e supreme. Mos me bani hirë me lidhje që keni për me zmangur nga është dëshmime ti e mundësi që kam për me bashkuar gjakun tim me gjakun e Krishtit. Janë fjallet të për prekshme që vërtet e levizën në shpirt diçka. Ai në hyrje e letres e ka këtë fjalë, unë ba një sintetizim. Isi Ignaci, quajtur edhe Teofori, kishës së dashur le të ndriçuar në besimin e bamirësinë e Jezu Krishtit. Ma mirë me thanë në dashurin e Jezu Krishtit, hyjnë tonë, që kryeson në tokën e Romes, do me thanë drejt toke, të kisha që është në krye e teritorin e Romes. I denjë për hyjnë, për ndërim, për lavderim, e që kryeson në dashuri, që mban ligjin e Krishtit, le emrin e Atit. E ky është një ndër përkufizimit më i bukur që lidhet nga një traditë kaq e lastë, jemi në kohë subapostolike me njershme, mas apostoli, kuptoke se kisha e Romes ishte konsideruar si kisha që kryeson në dashuri të gjitha krishat e tjera. Një kishë që jepe garanci për bashkimi
në dashuri, kjo dashuri që është lurata e Jezu Krishtit, jo diçka tjetër. Dashuria që tregohet, realizohet nëpërmjet kryqëzimit i Krishtit që na shpëton e na jep jetën e re. Ai thotë kjo kishë ka një detyrë në mes kishave të tjera, me ruaj njënësi të dëshirurit të Krishtit. E ky është diçka që kemi me njëherë mas kohat e apostujve, bazuar jo mbi një ligj, jo mbi një logjika e pushteti socio-politike, nuk e di geopolitikën, jo, këta gjana ndoshta vjen më vonë. Por këtu bazuar mbi dëshminë e gjakut të dy dishipuj kryesor që janë Pietri e Pali. Per jetën tonë si krishterë, për kishën gjithmonë, martirizimi i Shën Pietrit është një ndër evenement qendror në traditë krishtere. Nuk ka qenë kur konsiderua diçka si ka ndodhur, jo, është lidhur me një vlerë krejt veçantë, sepse për të martirizim, për shembull, flitet në mënyrë një fije figurative, simbolike, edhe libri i zbulesës së St. Gjonit. Ka disa fjalet që të gjithë ezegjeti janë dakord për me interpretua si një riferim për Pietri e për Pauli martirizuar në ajo që ai quajtë Babilonia e re, do me thënë Romë pagane. Flet për dy ulin, për dy dëshmitar. Do me thënë se që nga koka apostolike, që nga bezdidje e re, martirizimi të dy shtydave të ungjillëzimi filestar është diçka konsiderua një eveniment lidhur me një veprimtari e një hir veçantë prej Zotit. E Pietri, ne e dim shumë mirë nga historia, që ka qenë martirizuar në persekutimi e Neronit në vitin 64. Do me thanë 34 vjetë mas kryqëzimi e Jezu Krishtit. Atër ku dëgjojnë këto fjalë që thot Jezus i Pietri, nuk kemi lezuar sot, ma kemi lezuar dje, ti do të ndjek, do kam ndjek deri në fund, dikush tjetër të qonë atje ku tu nuk mendon, pikërisht tu folur për martirizimi që ishte përgatitur për të dëshminë supreme në viti 64 në Romë në Neronit. Kemi dëshmitë shumë forte, e dini që unë e ka një pasion veçantë për historia dhe për arkeologjia. Mirë, nuk e di prej jush kush ka qenë në Romë, ndoshta dikush prej jush ka qenë në stektin në Bazilika Vatikane e Shën Pietrit, ose keni parë në televizor që ekziston kjo obelisk në qendër e sheshit Shën Pietrit para bazilikët, e gjithë keni parasysh. Dhe ky obelisk është dëshmitare e vdekjes së Shën Pietrit, kryqëzimin e tij, sepse ky nuk është pozicioni origjinal ku ishte mas poshtuar në qendër e një qirk, në çfarë lloj stadiumi, që ishte afër bazilika e sotme e Shën Pietrit, qirki i Neronit. Ai u kryqëzuar atje brenda qirku, së bashku me njerëz të tjerë. Kjo është vendi i martirizimit i Pietrit. Obelisku u shportua nga Papa Sisti V në 1500 diçka, u shportua në qendër e sheshit Shën Pietrit, që ishte në ndërtim. Por ky është dëshmitar monument që ka pasur përpara martirizimi i Shën Pietrit. E varimi i tij ka qenë kaq afër, do me thënë në një vareza që ekzistonte jashtë qirkusi, në vendin e të cilit tani ka bazilika. Në qendër e kupoles e Michelangelos, e nën alteri i madh që është në qendër e bazilikë, atje poshtë ka disa thojnë shpela, por nuk janë shpela tamam, po as niveli origjinal në të cilit u varrosur ushtin në dhe Pietri. Varimi i tij ishte një grop në dhe
vetë mbrojtu as nga një arkivol që nuk ishte në përdorim në atë kokë, po me disa tjegullat ashtu që për me mbrojtë trupin e tij. Ashtu zakonisht ishin varosur sklevët. Pse Pietri, si jude, do me thanë, jo romak, u kërcëzuar si ishte kërcëzuar skleve e rebelit. E u fut në le si një sklev mizerabel pa asgjë rëndësi. Mirë, kjo varri pa rëndësi i varfër krejt, tani u ba qender e referimit si themelimi e kishës katolike në Romë e nga Roma në Tambot. Këto janë shenjat, po janë shenja një histori, sepse feja jonë nuk kanon me përre. Feja kristere ecë mbi tokë, e lanë shenjat. E le shenjat që janë historike, që janë konkrete, janë për ne jo prova e fesë, po janë mbështetja e fesë, sepse fesë vjen prej Zotit, nuk vjen nga këta shenjat. Por është mbështetja për me besuar në realitet, feja diska reale, për të cilë njerëzë ka dhanë gjaku, këta ka qenë njerëzë me një emër, njerëzë që kanë jetuar një kohë, e që kanë ultuar në këtë tokë. Feja është diska konkrete, jo abstrakte. Edhe Pali ndoshta nuk ka qenë vra në atë gjithmonë gjatë persekutimin e Neronit ka mundësi, po jo në njëjtë ditë, as vetë liturgjia që bashkonte dy për një simbolizim liturgjik. Por ndoshta brenda viti 64-67 edhe ai u martirizua, por gjithmonë në Romë, një vend tjetër, do të thënë jashtë muret në rruga Ostiense që shkon deri në portin e Ostjes. Por ai per arsye që ishte qytetar, kishte nënstësi perandorake romake nga familjen e tij, nuk u kërcëzuar, por ai u shkurtuar kohën, sepse kjo ishte vdekja më ndershme, edhe me pa torturat, pse ishte ndaluar me torturuar qytetare romak. Dakor, për të si ai vdiq si qytetar romak në këtë mënyrë, vdekja ashtë, por nga vendi në të cili ai u ekzekutuar, tani ka një kishë e një manastir të benedetinëve, u transportua në një vares tjetër, që ishte jo largë prej atë vendi, ku ashtë bazilika e sotme, bazilika e Shempalit. Edhe atje, nën elteri kryesor, ka gjurme të qartë, që atje ka qenë varosur Pali. Atëherë, në fund, nuk në pjafton kujtime edhe nëse janë bukur, historike, interesante, por kemi diska e gjallë. Memoria të apostujve konkretizohet e vazhdon me qenë gjallë e operative edhe sot një person që sot quhet Leoni, Papa Leoni, i cili si kanë vërete shumë në këtë kokër e fundi, nuk është fjestë pasazhve të se Franceskut, por gjithmonë çdo pap është pasazhve e Pietrit. Do me thënë se çdo pap në mënyrë provanore personifikon ministeri i Pietrit, shërbimin e Pietrit në kishë, në mënyrë origjinale, sipas një luratë veçantë të Shpirtit Shenjtë. Patjetër, duke vazhduar vepra e papet e tjerë që ka qenë, se ekziston një traditë që transmeton vlerat, transmeton edhe doktrinat. Por në mënyrë origjinale, sipas një karizme veçantë të Shpirtit Shenjtë, që interpretohet roli i Pietrit në kishës e sotme për ne në këtë moment. Për të syje, nuk çuditem fati që ndryshon stili, ndryshon disa gjëra, pse çdo papë e ban zgjedhjen e vetë, sipas frymëzimi personal që ka për me ushtruar ministerin ose shërbimin e Pietrit. Atëherë, vëllezër e motra, ju kujtoj vetëm për me përfunduar fati që mas predikimi do të shpalin besojme fen ton
e kur flasim për kishën, thojnë se besojnë një kishë, një e shenjtë katolik. 3 fjalë themelore që interpreton mirë shpirtin e festës së sotme. Kisha një, e për të arsye, Ministeri i Pjetrit edhe Papa e sotme është me siguruar njënësi e kishës, me mbrojt njënësi e kishës, me promovuar njënësi e kishës, me mbrojt nga qarje, biseda, debatet që normalisht në jetën e kishës. Por edhe me promovuar, për shembull, në këtë ditë, Papa Leoni, duke folur me delegacionin që ka ardhur për festën e Shën Pjetri nga Shtamboli, nga kisha ortodokse, thotë, duke jemi afër, duke me punuar më tepër për bashkimi të kishave. Kjo është Ministeri i Pjetri, është me kërkuar çdo rrugë për me ribashkuar çka historia ka ndarë. Por kjo nuk është realiteti kishë. Realiteti kishë është dashuria në njënësi. Kisha e shenjtë, jo pse nuk ekziston mekat në kishën tonë. Mekate e mekataret ekzistojnë, pse jemi njerëz. Jetojnë në një histori njerëzore, nuk jemi engjëj. As kush, as papa, as engjëj, as unë, as ju. Dakor, jemi njerëz, e kësi njerëz edhe gabojnë. E kemi gabimet tona të mëdha, personale ose edhe komunitare disa herë. Me qenë shenjtë në këtë kuptim, nuk është që jemi shpëtuar nga rreziku i mekatit. Jo, është se tu ecur në këtë histori njerëzore, kemi mjet e shenjtërimi në dispozicion, duke filluar nga sakramentet, duke filluar nga fjala e Zotit që shenjtëron e ndryshon shpirtit e njerëzve. Kjo është fuqia e shenjtërimi që as depozitua një kishë e lenese mekatare, e lenese njerëzore, por as vepra e hyjtë që shpëton njerëzit, në përmjet mjetë që jemi ne, me të gjitha kufizime që kemi. Katolike, barojnë shpet, me tha me thënë katolikë nuk është të pëndrushme. Katholikos, fjala greke, ka si kuptim kisha, jo kisha e Rome, se kjo nuk është kuptimi filestare, kjo është një kuptim që ka pasur një origjinë. Katholikos është feja e plot, tërsin e fesë, kundër lëvizje retikale që zvoglojnë kisha. Të gjitha erezit në një mënyrë ose në tjetër e skeputen pjesa të doktrinave ose pjesa e vepres e kishës duke zvogluar. Për ne, me thanë, janë katolikë, do me thanë, janë njeriu që është bindur, pa me gjudikuar tjetër, që është një kishë që ka në dispozicion plotësia të mjetë të shenjtërimit. Që janë sakramente, fjala e Zotit, doktrina, tradita e liturgjia e të gjitha gjëra që nevojitet për një ecje në shenjtërim. Mirë. Atëherë falenderojmë Zotin për këtë luratë e tani vazhdojmë mesën e shenjtë e me bindje e shijojmë ta fjalët që çdo herë shpallin ne besojmë. Qojnë e kembë. Besojnë një hyjtë vetëm, atin e gjithëpushtetshëm, krijuesin e qiellit e tokës, të gjitha sendve që shike e që nuk shikem. Besojnë një Zot të vetëm, Jezu Krishtin, një të vetëm birin e hyjtë, të lindur prej atit para të gjithë shekujve. Hyj prej hyjt, drit prej dritës, hyj vërtet prej hyjt e vërtet, i lindur jo i krijuar, i të ngjeshëm me atin, në përmjet të cili janë krijuar të gjitha sendet. Ai për një njerëzit, le për shpëtimin ton, zbriti prej qiellit e u mishrua për virtyt të shpirtit shenjtë, prej Virgjës Mari, le u ba njeri. U kryqëzua për ne në Ponsin Pilat, psoj le u varros, le u ngjall të tretën ditë sipas shkrimeve, e u ngjit në qiell le rinë të djathtën e atit. Le përsëri do të vi me lavdi, për të gjykuar të gjallët të vdekurit, e mbretëria e tij në do ketë mbarim.
Besoj në Shpirtin Shenjtë, që a Zotë jetë lëns, që rrjedh prej Atit e prej Birit, që me Atin e me Birin alurohet e lavderohet, që foli me anën e profetëve. Edhe në Kishë të vetme të shenjtë, katolike le apostolike, dëshmojnë një pagëzim të vetëm për faljen e mëkateve, presgjallje të vdekurve dhe jetën e pasosur. Amen. Vlezër e motra, në të kremte e dy shenjtërve apostuj Pjetrit e Palit, ti kërkojnë hyrin që të dim të vlerësojnë dhuraten që na është dhuruar në përmjet pagëzimit, ti përkasim Kishës e Krishtit, themeluar mbi dëshmin e shenjtërin e apostujve. Të lutemi së bashku e të themi, na dëgjo o Zot. Na dëgjo o Zot. Për Kishën të themeluar nga Krishti mbi Pjetrin, që të përparoj me zvështirësive dhe përpjekjeve pa u lodhur kurrë e pa braktisur rrugën e saj, të lutemi. Na dëgjo o Zot. Për barinjtë e Kishës, që të dinë të sjellin në mënyrë të përshtatshme në kulturën e sotme vlerat e shumta të Ungjillit, të lutemi. Na dëgjo o Zot. Për martirët e rinj të Kishës së Hyjit, që dëshmia e tyre të lind të krishterë të rinj dhe të dhuroj fryte shenjtërie për Kishën, të lutemi. Na luro o Zot. Për ata që shohin në Kishë vetëm mungesat, e dënojnë dhe e braktisin, që të zbulojnë fytyrën hyjnore të Kishës dhe të qëndrojnë besnik ndaj saj, të lutemi. Na dëgjo o Zot. Pranoje o atë lutjen që Kisha jote të drejton me ndërmjetësinë e shenjtërve Pjetrit dhe Palit, dhe bëj që ne të shërbejmë me përvujtëri dhe besim. Në për Krishtin Zotin ton. Çfarë të ofroj o Zot, çfarë mund të adhuroj, jam këtu për para Teje. Dhimbjet e kësimet, mundimet e çdo dite, gjithçka dua ta jetoj në Ty. Pranoje o Zot, aq sa mund të adhuroj, Ty ta ofroj jetën time. Gëzim për mu, atë bëj vullnetin tënd, jam mira e vetme, Zot vetëm Ti, vetëm Ti. O Zot, po vi tek Ti, i hapi krahët e mi, e gëzimi yt ato i mbush. Përtrije zemrën time, që Ty të doj, e në paqen Tënde të jetoj. Pranoje o mbret, kaq pak sa unë kam, Ty të adhuroj jetën time. Gëzim për mu, atë bëj vullnetin tënd, jam mira e vetme, Zot vetëm Ti, vetëm Ti. Çfarë të ofroj o Zot, çfarë mund të adhuroj,
jetojnë aty. Pranoje o mre, kaq pak sa unë kam, ty të dhuroj jetën time. Gëzim për mu, ata bëj vullnetin tan, je mira e vetme, Zot vetëm ti, vetëm ti. Lutuni o vlezër e motra që flia ime dhe juaja të dale përqysme për arkyhatit të gjipustetshëm. E për cjel të Zot urata i apostujve, flin që po ta paraqesin, ajo na baftet për kryer para teje, për ta kremtuar këtë flim, në për Krishtin Zotin ton. Zoti qof me ju, ti lartësojnë zembrat, i kemi të Zotin, të falenderojnë Zotin hyhin ton. Është punë dhe letrej, per një men tash punë dhe letrej, as të ty ona liborin që shpetimi, të falenderojnë gjithmonë e gjithkon ty. O Zot, ati shenjë ty i gjipustetshëm, le jam shuar, sepse ti deshe ti nderoj me gzim, shenjë të rrit apostu i Pietrin le palin, Pietri pryesi hynë në dëshmin e fes, e pali mjeshtri i qarti i fes, i pari Petre të prices e Izraelit, e ndërtoj kishën filestare, i dyti u ba mësuesi popujve, që ngrihishin e kish. Lembasi se cili si pasuratës e vet, kam blelur familjen e vetme të Krishtit, tani bashkandaj të njenti kuror, e gëzojnë po të njenti nderin. Le prandaj, me shenterit e mi gjish engjëjt, të lavderojnë, duke them pa pushim. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Sot do të përdorim për lutja eukaristike kanoni romak, që është lutja specifike tradicionale kishës romake.
Ty atë te i të rinshëm, për vujtë të rish dhe për zemërsish po të lutemi, ne për Jezu Krishtin, birin tanë dhe Zotin ton, që ti pelqesh, le ti bekosh, to lurata, to fala, to flia të shenta e të papërlyera, që po ti kushtojnë ma se pari për kishen tanë dhe të shenë katolike, mbajen e pace, ruajen e bashkojen me mbar boten, bashkë me shërtorin tanë, papen ton Leonin, me i peshin ton Arianin, le me gjithën besimtaret e vërtet, që ndjekin besimi katolik të trashëguar prej apostujve. Letet e bje në mendo, Zot, për shërtoret e tu, le shërtoret e tua. Letet e bje në mendë e le për të gjithë të pranishmit, fen e për kushtinje të cilëve e njek ti vetë. Per ata po ta kushtojnë, e le ata vetë po ta kushtojnë, të fli lavdi për vete e për të gjithë të vetet, që të fitojnë faljen e mëkateve, sigurin e jetës, le shërbimin, e po t'i drejtojnë lutjet e veta ty, o hyanshuar i gjallë e i vërtet. Të bashkuar me mbar kishen, po të përkujtojnë me nderin se pari të lumen Mari gjithmon virgjër, nënën e hyjt le Zotin ton Jezu Krishtit. Po edhe shen Jozefin fatin e saj, shenëtërit apostuj e martir, Pietrin, Palin, Andreun, Jakobin, Gjonin, Tomen, Jakobit, Filipin, Bartolomeun, Mateun, Simonin e Tadeun, Lini, Kletin, Klementin, Sistin, Kornelin, Ciprianin, Lorenzin, Crisogonin, Gjonin, Palin, Cosme e Damianit, le të gjithë shenëtërit e tu. Në sajt e meritave, le të lutjeve të tyre, bejo atët t'i gëzojnë gjithmonë ndikmen dhe mbrojtjen tande. Pranoj me mirësi po të lutemi o Zot flinë në nështrimin ton, që po t'a kushtojnë ne lembar familja jote, për cili ditën tona në pacen tande, na shpeto prej denimit e pasosur, le na prano në numrin e të gjeluve të tu. Po të lutemi, o hyj, shenteroje me bekimin tanë të fli, pranoje si fli shpirterore të përkryer, që të bahen për ne, korpi e gjaku i fort të dashur i birin tanë, Jezu Krishti, Zotin ton. Ditën para mundimeve, a i mori buke në duar të veta të shenjtë të nderueshme, i qoj syt nga qielit e ti, hyje ati i ti i gjipustetshëm, të falenderoj me lutjen e bekimit, e theu, volan zansve të vetë le tha. Merni e hani të gjithë prej këti, ky është korpi im që do të fljohet për ju. Po ashtu, pasi u krye darka, mori edhe këtë kelë të malërishëm në duar të veta të shenjtë të nderueshme, përsëri të falenderoj me lutjen e bekimit, volan zansve të vetë le tha. Merni e pini të gjithë prej ti. Ky është kelë ku i gjaku tim i bezdidje së rele të anëshuar, që të derlet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bëjnë këtë në përkujtimin tim. Misteri i fes, kur do herqe han, prej kësaj buke edhe i, prej ti kelku, ne kujtojnë dhe kjentande o Zot, edhe peksim
Prandaj o Zot, ne shërtoret e tu, por edhe populli hyt I shenjt, duke përkujtuar mundimet e shenjta, ngjalljen prej së vdekuris, dhe ngjitjen e rëvishme në qiell të Krishtit, birin tanë dhe Zotin ton, po ja kushtojmë madhërisate të lartë prej dhuratave që Ti vetë na I fale, flinë e pastër, flinë e shenjtë, flinë e panjoll, bukën e shenjtë të jetës e pasosur, lekelkun e shpëtimit e anshuar. I dhe shikimin tanë të ambël e plot me shirë mbi këto dhurata, dhe pranoj po ashtu si u denjove Ti pranoje, dhurata e shërtorin tanë Abelit të drejtë, flinë e Abrahamit ati ton në fe, le atë që të paraqiti Melkizedeku krye prifti hyt, flinë e shenjtë, kushtin e panjoll. Përvujtërisht po të lutemi o hyj gjipustetshëm, që duart e engjëlin tanë të shenjtë të paraqesin të flinë altarin tanë qelor, në praninë e madhësisë sate hynore. Që të gjithë ne pjesëmarrës të këtij altari, duke u kunguar me korpin e me gjakun e birin e shenjtë të birin tandë, të mbushemi me çdo bekim qelor dhe në çdo hir. Letet e bjerë në mendo o Zot për shërtoret e tu dhe shërtoret e tua, të cilën na prind të vullosur me shenjën e fes dhe flen në gjumin e paqes. Po të lutemi, jepu atyre o Zot, dhe të gjithve që pushojnë në Krishtin, lumturin, dritën dhe paqen. Edhe neve shërtorve të tu me katar, që shpresojnë në mëshiren tande të pakufishme, na bëj vend në shoqërinë e shendreve të tu apostujnë e martirë, me Gjonin, Stjefnin, Matin, Barnaben, Ignasin, Aleksandrin, Marcelinin, Pietrin, Feliciten, Perpetuen, Agaten, Lucin, Anjezen, Cecilien, Anastasien, le me të gjithë shenjtërit e tu. Beta gëzojnë fatin e tyre të lumë, jo në sajet e meriteve tona, por në sajet e mëshire sate të pakufi. Ne për Krishtin Zotin ton, Ti o hyj të gjitha gjërat mira gjithmonë I krijon, I shenteron, u jep jetë, I bekon, le undan neve. Ne per Krishtin e me Krishtin le ne Krishtin, Ty o aty gjipustetshëm, ne bashkim me shpirtin shenjtë, te qofton dere lavdi, për te që shekuit e shekuive. Amen. Të nëzitu nga lëri shërbuhesit, le si pas mesimit e Ti hymor, marrin guzim të themi, ati që jene qire, u shenke roft e mbrihyn, armbrete Ti hajote, u batul nesa jote, si ne qire ashtu ne to, bukem ton të përdiqme, na hejep sot, na I fal fajetona, si I falin e fajtore ta, e mosna lerte bine tundim, por na liron nga I keqin. Na liro po të lutemi, o Zot, prej të gjitha të këqijave, dhe për mirësin tande na jep paqen e ditët tona, e në sajt e mëshire sate do të lirohemi për gjithmonë prej mekatit, e do t'jemi sigur prej çdo turbulimi, duke pritur shpresën e lume, ardhin e shpëtimtarin ton, Jezu Krishtit. O Zot Jezu Krisht, Ti ju ke se në apostujve të Tu, po ju le paqen, po ju ja paqen time, moshi shiko me kate tona, por fenje kishe sate. Jepi asaj si pas vullnetin tam, pace dhe bashkim, Ti që jeton dhe mbretëron në shekujt e shekujve. Paça e Zoti qoftë për herë me ju.
Jepjen njëri tjetrit shenjën e paqes. Ti që shën mëkatet e botës, ki mëshirë për ne. O qëngjit, ti që shën mëkatet e botës, ki mëshirë për ne. O qëngjit, ti që shën mëkatet e botës, jep na Ja qëngji i hyt, ja i që thyen mëkatet e botës, lum ata që janë të thirrur për gostinë e qëngjit. Por thuaj një fjalë të vetme dhe shpirtin e shëndet.
udhëzimi ti, kush do të na mohoj faljen e ti, askush në botë nuk do të na largoj ne nga jeta në Krishtin Zot. Askush në botë nuk do të na largoj ne nga jeta në Krishtin Zot. Kush do të na ndajë nga dashuria e tij, vuajtja ndoshta dhe shpata, as vdekja sjeta nuk do të na ndaj nga dashuria në Krishtin Zot. As vdekja sjeta nuk do të na ndaj nga dashuria në Krishtin Zot. Te lutemi. Te ushquar me këte sakrament, po te lutemi o Zot, bëj që ne kishen tande të marim pjesë vazhdimisht në ndarjen e bukës, e të pranojmë mesimin e apostujve, që të rinë të bashkuar në dashuri, me në zemër të vetë me një shpirt të vetëm, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Mirë, atëherë, në fundë e Eukaristin ju kujtoj që vazhdojmë me lutur për Papen ton Leonin, që vazhdojmë ministeri e Pjetër në kishës së sotme me të gjitha sfidat që ekzistojnë, sidomos sfidat e paqes, sfida e njënësi. Vërtet, lutja është mbështetja e veprimtari të barimve, lutja e popullit. Kujtojnë si në leximin e parë kemi dëgjuar se Pietri ishte në burg, por një lutje vazhdueshme lartësohen nga kisha për lirimin e tij, e lirimi erdhi nëpërmjet vepra e Zotit. Për çka i përket neve, vazhdojnë tani fillon edhe sezon të pushimeve, shumë fillon me larguar në pushimet, e uroj gjithëve që do të jeni sa më mirë. Edhe unë 2 javë do të shkoj të nana ime, tani pëse ka nevojë për ndihmë, e atëherë do të jenë për 2 javë, po keni tu Padre Frano për çdo nevojë, Padre Wilsoni. Ecco, kemi një dritarje tjetër plotësuar, një me një jemi duke mbaruar kishën, tani shpresoj se mas një muaj do të kemi një anë tjetër. Ata janë simbolizojnë kenga e krijesave të San Franceskut. Kjo është dritarja e parë që na kujton nana e tokës, toka. Tjetër do të jetë kushtuar ujit, atje në fund era e në fund atje zjarr, që janë 4 elemente kryesore sipas filozofia antike që formojnë botën mbarë. Është një shembull, por na tregon si jemi përmbytur, jo vetëm në një kishë, një vend i shenjtë, por kjo është në farë mënyrë mjesin ton që na ka luruar Zoti. Tempullin e parë që ka ndërtuar Zoti nuk është një godim, por është planetin ton, o më mirë universin ton, si na tregon në mënyrë shkëlqyeshme kapitullin e parë e Zanafiles.
Zoti qof me ju. Ju bekoft hyj gjipustetshëm që ne për dëshmimin e Shën Pjetrit ju forcoj në fe, le ju themeloj në besimin e patranshme të kishës. Ai që ju ka mësuar me predikimin e paloshme e të Shën Palit, bëfte që me shembulin e tij ti fitoni vlezër për Krishtin. Shën Pjetri me pushtetin e qelsave e Shën Pali me predikimin ju ndihmofshin për të arritur në atë leun qelor, ku ata arriten lumturisht, njëri ndërmjet kryqit e tjetri nëpërmjet shpatës. Le bekimi hyj të gjipustetshëm, i Atit dhe i Birit dhe Shpirtit Shenjtë mbi ju le qëndroft për gjithmonë. Me isha u krye shkonin e pace.